Përshëndetje miq, sonte desha të bëja një video të shkurtër në lidhje me koleksionin që kam krijuar me videolojrat e PlayStation 3-shit. Këtu dua t'ju tregoj lojën Assassin's Creed Revelations. Është një nga lojrat që ka patur shumë sukses dhe është pëlqyer shumë nga gamerët. Këtu shihni Assassin's Creed 2, Need for Speed Undercover, Crysis 2, Batman Arkham City, që është një nga lojrat më esenciale të PlayStation 3-shit. Siç e shihni në video, tu shkruan The Hottest Game of 2011. Është me të vërtet një lojë shumë e bukur, që ja vlen të lozet edhe në vitin 2025, si shumë lojrat të PlayStation 3-shit. Lojrat ose DVD-t që shihni në video janë të llojit DVD Blu-ray disk, i cili është një DVD cilësor, që grafikat i ka të mira. PlayStation 3-shin unë e bleva para disa muajsh, pasi pash shumë video në YouTube, ku thoshin që është një konsol që me të vërtet ja vlen të përdoret për lojra edhe në vitin 2025. Edhe unë kështu mendoj se ja vlen si konsol, dhe për mendimin tim është një nga konsolat e PlayStationit që nuk ka dalë akoma nga moda dhe do të vazhdoj që të pëlqejet për vite me radhë nga gamerët. Është një konsol që ja vlen të përdoret edhe në 2025. Koleksioni që kam nuk është se shumë i madh, pasi siç e thash, është PlayStation 3-shin nuk po bëj shumë që e kam bler, dhe për këtë arsye desha të bëj një video të shkurtër. Kutit e lojrave kanë një, siç e shihni, kanë një libër i cili flet për lojën, për mënyrën se si luhet loja. Shihni edhe këtu është me ngjyra, Assassin's Creed Revelation. Loja zhvillohet në Stambollin e viteve 1500 dhe është një lojë fantastike. Në DVD keni logon e PlayStation 3-shit. Personazhi kryesor i lojës është Enzo Auditore, ky që shihni në foto. Është një lojë me të vërtet që ja vlen të luhet. Lojë fantastike. Këtu kemi Assassin's Creed 2. Ngjarjet e kësaj lojës zhvillohen në Italinë e rilindjes italiane, pra në vitet 1450 deri në fillimin e viteve 1490. Edhe kjo është një nga lojrat më të bukura të serisë Assassin's Creed. Kjo është një lojë me gara e njohur, Need for Speed Undercover. Kjo është Crysis 2, e prodhuar nga një kompani lojrash me qendrën në Gjermani, me administrator turq, Crysis 2. Edhe kjo është një lojë që është shumë e bukur. Batman Arkham City është një lojë fantastike. Siç e shihni edhe në kuti, shkruhet The Hottest Game of 2011.
dhe Midnight Club. Një lojë me gara që ja vlen për të lozur.